Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ekziston një shans shumë i mirë për arritjen e një marrëveshjeje me Iranin për programin bërthamor, duke shtyrë përkohësisht një sulm ushtarak të planifikuar. Trump tha se Arabia Saudite, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kërkuan më shumë kohë për negociata, ndërsa paralajmëroi se SBA mbetet gati për veprim ushtarak nëse bisedimet dështojnë. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duket se kanë hyrë në një fazë vendimtare. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ka një shans shumë të mirë për arritjen e një marrëveshjeje me Teheranin me qëllim parandalimin e zhvillimit të armëve bërthamore nga Irani. Deklarata e Trump vjen vetëm pak orë pasi ai pranoi se kishte shtyrë një sulm ushtarak të planifikuar ndaj Iranit për t'i dhënë më shumë kohë negociatave diplomatike. Sipas presidentit amerikan, Arabia Saudite, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe i kërkuan Washingtonit të vënojë operacionin ushtarak për disa ditë, pasi besojnë se palët janë shumë pranë një marrëveshjeje. Trump u shpreh se SBA nuk do të lejojë kurrë që Irani të zotërojë armë bërthamore, por shtoi se preferon një zgjidhje diplomatike në vend të konfliktit ushtarak. Presidenti amerikan paralajmëroi megjithatë se ushtria amerikane mbetet e gatshme për një sulm në shkallë të gjerë në rast se negociatat dështojnë. Bisedimet për programin bërthamor iranian janë rikthyer në qendër të vëmendjes ndërkombëtare, ndërsa vendet e Gjirit Persik po përpiqen të shmangin një përshkallëzim të ri të konfliktit në lindjen e mesme. Irani ka paraqitur një propozim të ri për paqe ndaj Shteteve të Bashkuara, ku kërkon heqjen e sanksioneve, zhbllokimin e fondeve dhe tërheqjen e forcave amerikane nga rajoni. Ndërkohë, Donald Trump deklaroi se negociatat kanë hyrë në një fazë shumë pozitive dhe se palët janë pranë një marrëveshjeje për programin bërthamor iranian. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, Kazem Garibabadi, ka zbuluar detaje nga propozimi më i fundit i Teheranit për paqe me Shtetet e Bashkuara në një moment tensionesh të larta në lindjen e mesme. Sipas agjencisë shtetërore iraniane IRNA, paketa e propozuar nga Irani përfshin disa kërkesa kryesore ndaj Washingtonit. Mes tyre janë heqja e sanksioneve ekonomike ndaj Teheranit, zhbllokimi i fondeve iraniane të ngrira jashtë vendit dhe përfundimi i bllokadës detare ndaj Iranit. Propozimi kërkon gjithashtu ndalimin në luftimeve në të gjitha frontet rajonale, përfshirë Libanin, si dhe tërheqjen e forcave amerikane nga zonat pranë territorit iranian. Teherani kërkon edhe kompensim për dëmet e shkaktuar nga lufta. Në dokument përfshihet edhe ndërmjetësimi i Pakistanit, i cili, sipas burimeve të Reuters, ka përcjell tashmë propozimin iranian drejt Shteteve të Bashkuara. Një ministër pakistanez ndodhet aktualisht në Teheran për bisedime diplomatike të përshpejtuara. Ndërkohë, media amerikane Axios raportoi se Donald Trump pritet të zhvillojë një takim me ekipin e sigurisë kombëtare për të diskutuar opsionet ushtarake në rast të dështimit të negociatave. Megjithatë, presidenti amerikan dha sinjale optimiste gjatë një aktiviteti në Shtëpinë e Bardhë, ku deklaroi se kishte pasur një zhvillim shumë pozitiv në bisedime dhe se palët janë shumë pranë një marrëveshjeje që do ta pengonte Iranin të zotërojë armë bërthamore. Nga ana tjetër, Teherani vazhdon të mohojë se programi i tij bërthamor ka synime ushtarake, duke insistuar se aktivitetet nukleare janë vetëm për qëllime civile dhe energjetike. Mbi 100 çifte zhvilluan një ceremoni masive martese në Teheran, si pjesë e fushatës Xhan Fada, që synon të tregojë gatishmërinë e qytetarëve për të mbrojtur Iranin. Ngjarja vjen në një moment arpushimi të brisht pas luftës 6 javore mes Iranit, SBA-s dhe Izraelit. Një ceremoni e pazakontë martesore është zhvilluar në kryeqytetin iranian Teheran, ku më shumë se 100 çifte u martuan në kuadër të një fushate kombëtare për mbështetjen e vendit në kohë tensioni dhe lufte. Ceremonia masive përfshiu 110 çifte dhe u organizua si pjesë e nismës Xhan Fada, një situatë që synon të tregojë gatishmërinë e qytetarëve iranian për të mbrojtur vendin në rast përshkallëzimit të konfliktit. Në deklaratat e tyre, disa nga pjesëmarrësit tanë si janë të gatshëm të marrin pjesë në çdo formë mbrojtjeje të Iranit, qoftë në frontin ushtarak apo në mbështetje logjistike dhe industriale. Një prej vendurve deklaroi se nuk mund ta imagjinojë jetën pa vendin e tij, ndërsa shtoi se do të luftonte me gjithë zemër nëse situata do ta kërkonte.
Fushata Xhanfada u lançua nga autoritetet iraniane për të demonstruar unitetin kombëtar dhe mobilizimin popullor në kushtet e tensioneve të fundit me Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Sipas mediave shtetërore iraniane, më shumë se 31 milion qytetar janë regjistruar në nismën për mbrojtjen e vendit. Ndërkohë, Irani ka nisur edhe trajnime me armë për vullnetarët proqeveritar, ndërsa arpushimi i arritur pas 6 javësh luftë mbetet i brisht. Konflikti shpërtheu pas sulmeve ajrore amerikano-izraelite ndaj objektivave iraniane. Bisedimet ndërmjetësuar nga Pakistani për uljen e tensioneve duket se kanë ngecur, ndërsa Donald Trump deklaroi së fundmi se arpushimi është në gjendje shumë të brisht. Presidenti kuban Miguel Díaz-Canel paralajmëroi se çdo ndërhyrje ushtarake amerikane ndaj Kubës do të shkaktonte një gjakderje me pasoja të pallogaritshme për rajonin. Deklarata erdhi pas raportimeve se Kuba ka siguruar qindra dron ushtarak, ndërsa tensionet mes Havanës dhe Washingtonit vazhdojnë të rriten. Tensionet mes Kubës dhe Shteteve të Bashkuara kanë hyrë në një fazë të re për shkallëzimi. Presidenti kuban Miguel Díaz-Canel paralajmëroi se çdo sulm ushtarak amerikan ndaj ishullit do të sillte një gjakderdhje me pasoja të pallogaritshme për paqen dhe stabilitetin rajonal. Në një reagim të publikuar në rrjetin social X, lideri kuban deklaroi se Kuba nuk përbën kërcënim, duke akuzuar SBA-n se po krijon pretekste për një ndërhyrje të mundshme ushtarake. Deklaratat vijnë pasi media amerikane Axios raportoi duke cituar inteligjencën amerikane se Kuba ka siguruar më shumë se 300 dron ushtarak dhe ka diskutuar përdorimin e tyre kundër bazës amerikane në Guantanamo, anijeve ushtarake amerikane dhe zonës së Key West në Florida. Autoritetet kubane i mohuan kategorikisht këto pretendime. Në rrugët e Havanës, disa qytetarë thanë se do t'i rezistonin çdo sulmi amerikan, pavarësisht krizës së rëndë ekonomike dhe mungesave të energjisë që po përjeton vendi. Të tjerë kërkuan dialog dhe negociata mes dy vendeve për të shmangur një konflikt të ri. Marrëdhëniet mes Kubës dhe SBA-s janë përkeqësuar ndjeshëm muajt e fundit. Washingtoni ka vendosur sanksione të reja ndaj zyrtarëve kuban dhe ka ndërprer furnizimet energjetike të ishullit, duke thelluar krizën ekonomike në vend. Ndërkohë, administrata amerikane po shqyrton edhe ngritjen e akuzave ndaj ish-liderit kuban Raul Castro për rrëzimin e 2 avionëve humanitar në vitin 1996, një zhvillim që pritet të rrisë edhe më shumë tensionet mes dy vendeve. Organizata botërore e shëndetësisë shpalli emergjencë ndërkombëtare pas shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë, ku janë regjistruar të paktën 80 viktima. Ekspertët paralajmërojnë se varianti Bundibugyo i virusit, për të cilin nuk ekziston vaksinë e miratuar, po përhapet me shpejtësi në rajon. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur emergjencë kombëtare shëndetësore pas shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos dhe Ugandë. Sipas autoriteteve, të paktën 80 persona kanë humbur jetën nga virusi, ndërsa ekspertet paralajmërojnë për rrezikun e përhapjes më të gjerë në rajon. Ebola është një virus shumë i rrezikshëm dhe shpesh fatal që shkakton temperaturë të lartë, dhimbje trupore, të vjella dhe diare. Virusi transmetohet përmes kontaktit të drejtpërdrejt me lëngje trupore të personave të infektuar ose materialeve të kontaminuara. OBSH thotë se shkalla mesatare e vdekshmërisë arrin rreth 50%. Këtë herë, autoritetet po përballen me variantin Bundibugyo të Ebolas, një formë më pak e zakonshme e virusit, për të cilën nuk ekziston vaksinë apo trajtim specifik i miratuar. Ekspertët thonë se pikërisht ky variant bëri që shpërthimi të zbulohej me vonesë. Jean-Jacques Muyembe Tamfum, një nga shkencëtarët që zbuloi Ebolën në vitin 1976, deklaroi se sistemi shëndetësor në Kongo mbetet shumë i dobët për të identifikuar shpejt raste të tilla. Sipas tij, testet fillestare ishin të programuara për variantin Zaire dhe nuk arritën të dallonin variantin Bundibugyo. Shpërthimi është përqendruar në provincën Ituri, në lindjet e Kongos, një zonë e goditur nga konfliktet dhe lëvizjet e vazhdueshme të popullsisë. Rastet janë konfirmuar edhe në Kampala, kryeqytetin e Ugandës, duke arritur frikën për përhapjet ndërkufitare. Organizata ndërkombëtare si Mjekët pa kufi dhe Komuniteti ndërkombëtar i shpëtimit kanë nisur ekipe emergjente në zonat e prekura. Ndërkohë, OBSH
po dërgon pajisje mbrojtëse shtesë dhe po u bën thirrje qytetarëve të raportojnë menjëherë simptomat për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të virusit. Autoritetet në Maldive konfirmuan gjetjen e 4 trupave të fundit të zhytësve italian që humbën jetën gjatë eksplorimit të një shpellë në ujore. Ngjarja konsiderohet tragjedia më e rëndë e këtij lloji në historinë e Maldiveve, ndërsa operacioni i kërkimit u përball me kushte tepër të vështira. Një tragjedi e rëndë ka tronditur Maldivet pasi autoritetet konfirmuan gjetjen e 4 trupave të fundit të zhytësve italian që humbën jetën gjatë një ekspedite në shpella në ujore. 5 zhytësit italian u zhdukën javën e kaluar gjatë eksplorimit të shpellave në atollet Vavu, një thellësi prej rreth 50 metrash në ujë. Trupi i parë u gjet të premten, ndërsa 4 viktimat e tjera u lokalizuan pas një operacioni të vështirë kërkimi të drejtuar nga specialist finlandez të zhytjeve në shpella. Rrjeti Europian i zhytjes, Dan Europe, deklaroi se operacioni ishte teknikisht shumë kërkues dhe emocionalisht sfidues. Ekipet arritën gjithashtu të mbledhin informacionin e nevojshëm për rikuperimin e trupave nga struktura e shpellës në ujore. Sipas autoriteteve maldiviane, grupi kishte hyrë në një zonë të thellë dhe të rrezikshme përtej kufive të zakonshëm të zhytjes rekreative që lejohet në vend. Presidenti i Maldiveve, Mohamed Muizu, mbikëqyri personalisht operacionet e kërkimit. Zëdhënësi presidencial Mohamed Hussein Sharif deklaroi se viktimat ishin zhytës me eksperiencë dhe e njihnin mirë territorin Maldiveve, pasi kishin realizuar edhe më herët zhytje teknike në zonë. 4 prej viktimave ishin pjesë e një ekipi të Universitetit të Gjenovës, ndërsa viktima e 5 ishte instruktor zhytjeje. Ndërkohë, tragjedia u rëndua edhe më shumë pasi një zhytës ushtarak i Maldiveve humbi jetën gjatë operacionit të shpëtimit për shkak të sëmundjes së dikëprosimit. Kushtet e këqija të motit dhe thellësia e madhe e shpellave vështirësuan ndjeshëm ndërhyrjen e ekipeve të kërkimit. Autoritetet kanë nisur hetimet për të kuptuar se çfarë shkoi keq në një nga aksidentet më të rënda të zhytjes të regjistruara ndonjëherë në Maldive. Organizatorët e Global Sumud Flotilla thonë se forcat izraelite kanë ndaluar të paktën 10 anije që po transportonin ndihmë humanitare drejt Gazës, ndërsa kontaktet me 23 mjete lundruese janë humbur. Izraeli deklaron se nuk do të lejojë shkeljen e bllokadës detare, ndërsa aktivistët e cilësojnë veprimin si të paligjshëm dhe kërkojnë reagim ndërkombëtar. Një përplasje e re në Mesdhe ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare pasi organizatorët e flotiljes humanitare Global Sumud Flotilla deklaruan se forcat izraelite kanë ndërhyrë në disa prej anijeve të tyre që po udhtonin drejt Gazës me ndihmë humanitare. Sipas tyre, të paktën 10 anije janë ndaluar dhe marrë nën kontroll, ndërsa kontaktet me gjithsej 23 mjete lundruese janë humbur në lindjen e Mesdheut. Pamjet të publikuara nga grupi tregojnë momentin kur ushtar izraelit hipin në bord dhe marrin kontrollin e anijeve. Flotilja, e përbërë nga 54 anije, ishte nisur nga jugu i Turqisë me synimin për të dërguar ndihmë në Gaza dhe për të sfiduar bllokadën detare izraelite. Organizatorët thonë se disa qytetarë turq ndodheshin mes pasagjerëve në anijet e ndaluara. Një nga aktivistët, Javier Aparicio, deklaroi se veprimi i Izraelit përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe një akt që sipas tij po kryhet në sy të botës. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Izraelit ka deklaruar se nuk do të lejojë asnjë shkelje të bllokadës detare ndaj Gazës dhe u ka bërë thirrje pjesëmarrëve të ndryshojnë drejtim dhe të kthehen pas. Ndërkohë në Athinë edhe qytete të tjera, mbështetës të flotiljes kanë ndjekur në transmetim të drejtpërdrejt zhvillimet, duke kërkuar kalim të sigurt për anijet e mbetura. Situata vjen në një moment kur organizata ndërkombëtare dhe disa vende vazhdojnë të shprehin shqetësim për mungesën e ndihmave në Gaza, ku shumica e popullsisë është vendosur për shkak të konfliktit dhe jeton në kushte të vështira. Izraeli, nga ana e tij, thotë se mbi 1.5 milion ton ndihmë humanitare kanë hyrë në Gaza që prej arpushimit të fundit, duke hedhur poshtë akuza se po bllokon furnizimet për civilët. Gjykata e lartë në Spanjë ka rrëzuar dënimin për mashtrim fiskal ndaj këngëtares Shakira, duke e shpallur të pafajshme dhe duke anuluar gjobën prej 55 milion eurosh. Vendimi lidhet me vitin 2011, ku gjykata nuk arriti të provojë se ajo kishte qenë rezidente tatimore në Spanjë për një kohë të mjaftueshme.
Këngëtarja me famë botërore Shakira ka fituar një betejë të rëndësishme ligjore në Spanjë, pasi gjykata e lartë e vendit e shpalli të pafajshme për akuzat e mashtrimit fiskal. Sipas një dokumenti gjyqësor të cituar nga agjencia Reuters, gjykata rrëzoi gjobën prej rreth 55 milion eurosh të vendosur në vitin 2021 nga autoritetet tatimore spanjolle. Gjykata vendosi gjithashtu që thesari spanjoll duhet i kthejë këngëtares më shumë se 69 milion dollar, përfshirë interesat, pas ankesës së bërë nga mbrojtja e saj ligjore. Sipas vendimit, autoritetet nuk arritën të provojnë se Shakira kishte kaluar mjaftueshëm kohë në Spanjë në vitin 2011 për të konsideruar rezidente tatimore. Avokatët e këngëtares e cilësuan vendimin si një fitore përfundimtare, duke mbyllur një nga çështjet më të bujshme ligjore që ka përfshirë artisten vitet e fundit. Autoritetet tatimore spanjolle kishin argumentuar më herët se Shakira kishte lidhje të forta me Spanjën për shkak të marrëdhënies së saj me ish futbollistin e Barcelonës, Gerard Piqué, dhe aktivitetit e saj kryesor në vend. Megjithatë, çështja mbetet pjesërisht e hapur, pasi vendimi mund të apelohet në Gjykatën Supreme dhe nuk përfshin vitet e tjera fiskale pas vitit 2011. Në vitin 2023, Shakira kishte arritur një marrëveshje tjetër me prokurorinë për të shmangur gjyqin lidhur me akuzat e tjera për evazion fiskal në periudhën 2012-2014. Një anije ekspedite polare u vendos në karantinë në portin e Rotterdamit pas një shpërthimi të hantavirusit që shkaktoi disa vdekje gjatë udhëtimit. Autoritetet holandeze po monitorojnë pasagerët, ndërsa anija po disinfektohet dhe rastet e tjera të infeksionit nuk janë konfirmuar. Një situatë alarmuese shëndetësore është regjistruar në portin e Rotterdamit, ku ka mbërritur një anije luksoze ekspedite polare, e cila ka qenë në qendër të një shpërthimi të hantavirusit gjatë udhëtimit të saj. Autoritetet holandeze kanë vendosur në karantinë 27 personat e fundit që zbritën nga anija, ndërsa pjesa tjetër e pasagerëve edhe ekuipazhit është vënë në monitorim të rrept mjekësor. Sipas autoriteteve, deri tani nuk janë konfirmuar raste të tjera të sëmundjes mes të evakuuarve. Zyrtarët shëndetësor thanë se disa pasagerë kishin shfaqur simptoma të lehta, por testet kanë rezultuar negative për hantavirus. Megjithatë, ata do të qëndrojnë në nënvëzhgim të përditshëm për disa javë për të shmangur çdo rrezik për përhapje të mëtejshme. Anija, me flamur holandez Hondius, transportonte rreth 150 pasagerë dhe antarë ekuipazhi nga 23 vende të ndryshme, ku rastet e parë të sëmundjes u raportuan në fillim të muajit maj dhe u njoftua Organizata Botërore e Shëndetësisë. Tragjedia ka shkaktuar 3 viktima, përfshirë një çift holandez dhe një pasagjere gjermane. 2 prej trupave janë kthyer në vendet e tyre, ndërsa viktima gjermane do të kremtohet në Holand përpara se hiri të dërgohet në atë dhe. Anija pritet të disinfektohet plotësisht, ndërsa autoritetet theksojnë se situata është nën kontroll dhe nuk ka rrezik për përhapje në komunitet. Policia spanjolle ndaloi Jonathan Endek, djalin e themeluesit të markës së njohur Mango, në kuadër të hetimeve për vdekjen e babait të tij, Isaac Endek. Fillimisht, ngjarja u konsiderua aksident, por autoritetet tashmë po hetojnë pistën e mundshme të vrasjes. Një zhvillim tronditës ka dalë nga Spanja, ku policia ka ndaluar djalin e themeluesit të gigantit të modës Mango në lidhje me hetimet për vdekjen e biznesmenit miliarder Isaac Andik. Autoritetet spanjolle konfirmuan se Jonathan Andik është marrë në pyetje nga hetuesit, ndërsa pritet të dalë para gjykatës për të dëshmuar mbi rrethanat e vdekjes së babait të tij. Isaac Andik humbi jetën në dhjetor të vitit 2024 pasi ra nga një shkëmbë gjatë një ecjeje malore pranë Barcelonës në prani të familjarëve. Fillimisht, ngjarja u trajtua si aksident, por policia e Katalonjës deklaroi më vonë se po heton edhe mundësinë e një vrasjeje. Zëdhënësi i familjes konfirmoi ndalimin e Jonathan Andik, por refuzoi të jap detaje të mëtejshme, duke theksuar se familja është e bindur për pafajësinë e tij. Isaac Andik, i lindur në Stamboll dhe i vendosur më pas në Katalonjë, themelloi markën Mango në vitin 1984 dhe e ktheu atë në një nga kompanitë më të mëdha të modës në botë, shpesh të krahasuar me rivalin Zara. Sipas revistet Forbes, pasuria e tij në kohën e vdekjes arrinte në rreth 4.5 miliard dollar. Djali i tij, Jonathan Andik, mban aktualisht postin e zëvendës kryetarit të bordit drejtues të Mangos. Kompania Mango nuk ka komentuar mbi zhvillimet e fundit, ndërsa hetimet vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat misterioze të vdekjes së themeluesit të saj.
Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.a. Bashk, mirupafshim.